Përshëndetje shenja demit, kjo është panorama e interpretimit javor. Pas lutjes dhe meditimit, kartat i ndava në 4 sfera jetësore, të cilat janë gjendja juaj, familja, dashuria, puna dhe një prizëm orakull. Në gjendjen tuaj personale kemi temperanca, 9 shpatat, 10 monedhat, mbretëresha e kupave. Java nis duke u përpjekur të balanconi veten me kartën e temperancës, po përpiqeni të jeni të qetë, të matur, të mos reagoni menjëherë, por ndërkohë mendja juaj nuk pushon, ka net, ka momente ose mendime që ju rëndojnë me kartën e 9 shpatave. Ju duket se jeni duke menduar shumë, ndoshta për një situatë, ndoshta për një person, dhe megjithatë brenda jush ka një të vërtetë shumë të pastër. Ju nuk kërkoni diçka të përkohshme, ju kërkoni siguri, ju kërkoni stabilitet, ju kërkoni diçka që ka rrënjë me kartën 10 monedhat, por mënyra se si e përjetoni këtë është përmes zemrës, jo përmes kontrollit. Ju jeni në energjinë e mbretëreshës së kupave, me empati, me dëmshuri, me përkujdesje dhe shpesh me një intuit që ju përshpërit më shumë se ç'tregohet. Pra ju po përpiqeni të qetësoni mendjen, por përgjigjet janë tek ndjesia juaj e brendshme. Prandaj kartat këshillojnë të mos përqafoni frikën, por përgjoni ndjesitë tuaja. Kalojmë në familje. Në familje kemi 2 kupat, 4 monedhat, mbreti i shkopinjve, njeriu i varur. Ka një lidhje të rëndësishme në familje, një afërsi me 2 kupat, por kjo marrëdhënie në familje nuk po rrjedh lirshëm. Ju ose dikush tjetër po mban fort nga frika për të humbur, nga pasiguria, nga nevoja për kontroll. Në këtë dinamik hyn një figurë fort mashkullore, që është mbreti i shkopinjve, që për disa mund të përfaqësojë dikë të shenjës së dashit, luanit ose shigjetarit, ose mund të jeni ju vetë të konvertuar në këtë energji. Gjithsesi, mbreti i shkopinjve mund të jetë dominues, drejtues, ose thjesht shumë i sigurt në mënyrën e vet, ose dikush që mendon se vetëm ai e di se si duhet të jenë gjërat, ose si duhet të bëhen gjërat. Ky njeri ose kjo energji mban energjinë e drejtimit, por edhe të kontrollit, dhe kështu situata ngec. Pra, as nuk prishet, por as nuk ecën përpara me njeriun e varur. Pra duket se ju ndiheni sikur jeni në një pritje të gjatë emocionale brenda familjes, sikur të gjithë e dinë që diçka duhet të ndryshojë, por askush nuk e bën hapin. Kartat këshillojnë se ju nuk mund të detyroni lëvizjen, por mund të ndryshoni mënyrën se si e shihni dhe se si reagoni në këtë situatë. Kalojmë në dashuri. Në dashuri kemi 3 shkopinjt, hëna, kulla, mbretëresha e shpatave. Në dashuri, ju jeni në pritje, jo në një pritje pasive, por në një pritje me shpresë, me kartën e 3 shkopinjve. Ju po shikoni përpara dhe mendoni, diçka do të ndodh, diçka do të vijë, ai ose ajo do të bëjë një hap, ose kjo situatë do të marrë një drejtim. Këto gjëra vërtiten në mendjen tuaj, por ndërkohë brenda jush lind një ndjenjë tjetër, një mjegull, një pasiguri, një intuit që ju thotë, jo gjithçka është ashtu siç duket me kartën e hënës. Pra ju mund të ndjeni konfuzion, dyshime, ose që nuk po merrni të gjithë të vërtetën, dhe këtu është momenti kyç i javës për ju. Kulla, një moment i papritur, një e vërtetë që nuk mund të shmanget më, një iluzion që shembet.
Për ju, kjo nuk është thjesht një ngjarje, është një ndjenjë e tipit kjo nuk është ajo që mendoja, ose unë nuk mund ta vazhdoj më në të njëjtën mënyrë këtë marrëdhënie. Pra, kjo mund të vi për shkak se ekspozohet diçka, ka një zbulim, ka një sjellje që mund t'ju hap syt, ose një ndjesi që arrin kulmin dhe nuk mund të injorohet më. Dhe pas kësaj, ju ndryshoni, jo duke u thyer, por duke u qartësuar, sepse ju bëheni mbretëresha e shpatave dhe ju shihni qartë, ju vendosni kufi, ju nuk pranoni më mjegull, as gjysmë të vërteta. Pra, kjo javë nuk është për të mbajtur një iluzion gjallë, është për të parë të vërtetën dhe për të zgjedhur veten. Ju kaloni nga pritja tek realizimi, nga mjegulla tek e vërteta, nga ndjenja tek qartësia. Prandaj, mos injoroni atë që ndjeni. Ndonjëherë kur njerëzit e gabuar largohen nga jeta jonë, atëherë gjërat e duhura fillojnë të ndodhin. Kalojmë tek puna. Në punë kemi 9 shkopinjt, vdekja, 4 shkopinjt, bota. Në jetën praktike, pra në punë, po ndodh diçka shumë e rëndësishme. Ju jeni të lodhur me kartën e 9 shkopinjve, keni duruar shumë, jeni në mbrojtje, keni mbajtur shumë dhe tani një cikël mbyllet me vdekjen, pra transformohet, diçka përfundon, që mund të jetë një situatë, një mënyrë pune, një fazë e lodhshme, por kjo nuk është humbje, sepse menjëherë pas saj kemi 4 shkopinjt që nënkupton stabilitet, sukses, një ndjenjë sigurie. Bota nënkupton përmbushje, arritje, një nivel të ri. Pra, ju jeni shumë pranë një përmbyllje me sukses dhe jeni shumë pranë një fillimi më të qëndrueshëm. Kartat këshillojnë të mos kini frikë të lini pas atë që ka mbaruar tashmë. Kalojmë në prizën Oracle ku kemi mbrojtje. Edhe pse kjo javë sjell ankth, të vërteta të forta, ndryshime, ju jeni të mbrojtur dhe kjo do të thotë që ajo që zbulohet është për të mirën tuaj. Ajo që shembet nuk ishte e qëndrueshme, ajo që largohet nuk ishte për ju. Pra, kjo është një javë ku iluzioni thyhet, e vërteta del, ju hapni syçkat dhe hyni në një fazë më të fortë. Unë do të thoja, mos kini frikë nga ajo që do të zbulohet, mos e ulni standardin tuaj emocional, zgjidhni qartësinë, edhe nëse e dhëmb, sepse në fund ju nuk po humbni një histori, ju po fitoni veten tuaj. Paçim.